miq, mirë se erdhët. Takojmë me të pashoj si çdo të mërkur. Në fokus edhe sot do të jetë protesta që ka hyrë në ditën e 39 të saj. Me mira qytetarë janë sërish sonte në shesh, nga ana tjetër kemi edhe një bilanc të rëndësishëm për të analizuar nga samiti dy ditori NATO-s në Ankara, i cili u mbyll mbrëmjen e sotme. Për këtë kam njeriun e duhur besoj, ekspert i sigurisë Ilir Kulla. Mirë se erdhët. E nisim nga protesta, shumë nga ato që ti ke thënë në këtë studio, fatmirësisht a fatkeqësisht kanë dalë deri tani, megjithatë në ditën e 39 të revoltës kundër qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama, kemi një bilanc, por jo ai që kërkon kjo protest, jo kauza dhe kërkesat kryesore të saj, sepse me sa duket kryeministri po reziston fort. Nga ana tjetër protesta ka paralajmëruar se nuk do të ndalet as për pushime vere. Po normal, që prisje ti që në kryeministri thoshte po, të ashim qonin burg, unë po ike dhe më qonin burg, ku shoj budalla që do bëndë këtë? Edhe unë s'doj bë. Shumë normale kjo që ata, se këtu ne kemi vënë re dy rezistenca të pa kalkuluara kur gjë ka nisë. Nëse unë ta kam thënë që se si do shkonte kjo gjë, po kjo do t'i mbetet kohës, pastaj kur të ndodhin gjërat do t'i komentojmë bashkë. Është normale që ne këtu kemi dy rezistenca. Dy faktorë që po rezistojnë në mënyrë të jashtëzakonshme, ata që janë në shesh dhe Edi Rama si individ, si politikan, si kryeminist. Është qartë që si ti prisje që Edi Rama do i priste me lule në zyrë dhe thoshte po jap dorëgjë, ai ta firmos dorëgjën para jush. Nuk është realist ajo gjë. Çështja është që deri tani, me që po shkojmë te 40-ët e protestës, do të bëjmë një bilanc gjërash, çfarë ka sjell protesta. Protesta ka zgjesuar totalisht opozitën ose opozitat zyrtare të vendit. Parlamentare, jo parlamentare, dhe më thënë unë deri sot kam dëgjuar vetëm një deputet të opozitës, që është i partisë Agrondukës, i cili në mënyrë shumë të ndershme, me vendim shumë politik, ka thënë që gjërat e sheshit janë të drejta, mandatin tim për deputeti, kur duhet që të kalojnë këto ndryshime në parlament, dorëzoj, e keni ti votoj që tani unë këto, e keni në dispozicion. Pra, kjo është gjua politike me cilët duhet kishte folur opozita. Por opozita ndjen veten të azgjesuar nga fakti që njerëzit nuk i ndjekin më dhe njerëzit janë me sheshin. Pra, i populli tordës nuk ka shku më te opozita. Është tek njerëzit janë shesh, është tek sheshi. Kështu që nga kjo pikpamje ne kemi një rezultat politik të paimagjinueshëm që ka rrëzuar marrëveshjen e 2008-s në një formë komplet tjetër, pra që e ka bërë opozitë të pandjekshme. Dhe kjo është kriza më e madhe që ka ndodhur ndonjëherë në historinë e opozitarizmit të Shqipërisë. Asnjëherë s'ka ndodhur, domethënë. Gjithmonë opozita ka qenë faktori e tjerë, por kjo është kriza më e madhe, nuk ka ndodhur asnjëherë. E para. E dyta, majorancës i ka shkatruar tërësisht kredibilitetin. Tërësisht. Unë nuk ti e di që jam person që i referohem sondazheve. Por jam një njerëz që i avantazhoj vetes me modesti një numër pafund kontaktesh në gjithë botën. Domethënë, kjo është ajo që shqetëson Edi Rama, jo algoritmi. Algoritmi i faktit që ti kur fut tashmë Edi Rama, nuk të del kryeministri i Shqipërisë për 14 vjetësh, por të del protest droga, kokaina, zvërneci, kjo, ajo. Pra, fute, bëj research, dhe dalin këto të parat, dhe çështja është që gjitha mediat ndërkombëtare dhe kësaj radhe, pa përjashtim. Të gjitha media ndërkombëtare kanë ndjekur në mënyrë ekskluzive protestën e Tiranës, ndonse Tiranë nuk është plagosur njeri nga 40 ditë protesta. E treta, që është më shumë rëndësi, dhe për këtë për mendimin tim, Edi Rama duhet i gishtin thellë kokës. Kjo protestë ka nxjerrë në pa kaq shumë llumë, dhe me sa duket pritet ajo që kemi parë deri tani është vetëm pjesa kaq e icebergut, se pjesën të poshtë nuk e kemi parë. Ka nxjerrë Ediona
atë gjë që unë e kam ditur prekos, që në Shqipëri institucionet janë totalisht pa funksion. Janë totalisht out. Ka një lider, ka 2-3 poshtë që bërtasin çfarë thotë ai mëngjes, ata vetë nuk mendojnë, domethënë, janë vetëm edhe ai mund ta ketë drejt, mund mos ta ketë drejt e tjerë, por është e drejtë e tij sepse tek e fundit ai është kryetari i partisë vetë dhe është lider politik. Ata të tjerë poshtë nuk kanë mendim tyre, thonë vetëm çfarë thotë ai. Dhe nuk ka as mënyrë reagimi. Se ka një problem të thellë që nëse do ndodhi kjo përmbytje, kjo rënja, ne kemi parë dhe në Maqedoni, për shembull me rastin Gruevski. I vetmi që nuk shkoi në burg ishte Gruevski, ndonse u dënua. Po për shkak të faktit që kishte qenë lider 10 vjeçar, kishte qenë kryeminist etj, i dhanë një imunitet dhe shkojnë në Hungari dhe po të tjerët përfunduan gjithë burgjeve se ndjekje penale. Domethënë 3700 veta kanë shkuar nga vëmëroja ndjekje penale në 7 vjet. Ndërkohë që gjatë gjithë kohës komunizmit 3000 kishin shkuar nga vëmëroja, më shumë se kohën e komunizmit. Përfshi këtu ish ministra, ish drejtues, sekretar përgjithshëm, ku diun, gjitha liderët e mëdhenj që kishte vëmëroja në atë kohë. Dhe këta në PS po i dominon naiviteti që inshallah po bie ky që t'i zëm vendin e. Po presin. Ndërkohë, narrativa duhet jetë ndryshme. Ata duhet t'i rrisin presionin atij që të bëjnë ndryshimet, se po iku ai do t'i jo vetëm që do t'i marrë gjithë me vete, po ai është i vetmi ndoshta që mund të shpëtojë, këta do ikin gjithë kohë fusi. As vetë nuk do ta kuptojnë se si. Dhe këta nuk kanë guximin t'i ngrenë zërin dhe t'i thonë, ore zotëri, se po mbytet tani, ne nuk mund të vazhdojmë të bijmë violinës si në rastin e Titanikut, atyre të katëve që i binin violinës ndërkohë që Titaniku po zhytej. Edhe tu shqetësimi real është pse pas 14 vitesh këtij zotërisë nuk funksionojnë institucionet.